Jemi në një hijen e kaptinës Bekare, pikërisht ajeti 186, ku Allahu xhalla shanuhu pasi tregon për obligueshmërinë e agjërimit, për vlerën e agjërimit, për shpërblimet e agjërimtarit, më tutje vazhdon dhe thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kur të pyes robi im për mua, unë jam afër. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Prandaj, përgjigjmuni mua dhe më besoni mua me qëllim që të fitoni mirësinë. Të nderuar vëllezër dhe motra, njeriu në jetë kur takon një person të rëndësishëm, një person të veçantë, një VIP, një sipërmarrës që ka shumë punëtor, një njeri të famshëm, e din shumë mirë se asnjëherë atij personi nuk mund t'i bëjë një kërkesë të drejtë për drejtë. Po nëse bëhet fjalë për Allahun xhaleshanuhu, a thua vallë, kërkesat që ne duhet t'ja bëjmë Allahu xhaleshanuhu duhet të bëhen me ndërmjetës, duhet të bëhet përmes prijesve fetar, duhet të bëhet përmes njerëzve të mirë, duhet të bëhet përmes hoxhallarëve, apo njeriu duhet lutjen ta bën në formë të drejtë për drejtë. Allahu xhaleshanuhu në këtë ajet që sapo lexova e nisën me fjalën wa idha sa'alaka ibadi, dhe kur të pyet robi im për mua. Allahu xhaleshanu nuk tha in sa'alaka ibadi, por tha wa idha sa'alaka ibadi. Nuk tha nëse pyet robi im, por tha kur të pyet robi im. Dhe ka një diferencë, një dallim jashtëzakonisht të madh mes fjalës nëse, që është një fjalë hipotetike, është një fjalë ndoshta, është një fjalë mbase, është një fjalë ndoshta, është një fjalë mundet. Por kur thot Allahu kur të pyet, do me thonë që Allahu xhaleshanuhu dëshiron që ne të pyesim për të. Kjo është si shembulli i një nëne, i një prindi që e ka quar djalin ushtar, por që është në një front të luftës. Ka kaluar një kohë gjatë që djali nuk ka dhënë lajm se është gjallë, nuk ka quar asnjë letër, nuk ka folur me to. Parashtrohet pyetja: kjo nan, pas shumë viteve, si thot, nëse lemërohet djali, apo nëse vije djali, unë do ta përqafoj fort, apo thot, kur të vije djali, unë kam për ta përqafuar fort. Gjithsesi, nëna asnjëherë në zemrën e saj nuk dëshiron të mendon se djali nuk do të kthehet. Më mirë se kaq, më shumë se kaq është edhe situata me Allahun xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu dëshiron që ne ta lusim, dëshiron që ne ta pyesim, dëshiron që ne ta kërkojmë atë. Dhe asnjëherë nuk thot nëse ju më kërkoni, por thot kur ju të më kërkoni, pra dëshiron që ta kërkojmë. Por parashtrohet pyetja: kjo kërkesë, a duhet jetë e shpeshtë? A duhet të vjen pas një mundimi të madh, pas një adhurimi të madh drejtuar Allahut? Apo çfarë do lloj kërkese? Fjala sa'alaka, që Allahu xhaleshanuhu na ka përmendur në Kur'anin famëlar, ka për qëllim bile edhe një lutje, bile edhe një kërkesë të vetme. Pra, këtë e them me pretekstin se ka shumë njerëz që me vite të tëra e kanë humbur komunikimin,
e kanë humbur bisedimin, kontaktin me Allahu xhaleshanuhu. Dhe këtyre njerëzve pas një kohë të gjatë, rahatie, qetësie, kur ata i kaplon ndonjë vështirësi, ndonjë sprovë, ndonjë mundim, mos dash të Zotin, ndonjë vrasje, ndonjë humbje të afërme, apo prej pasurisë, këta njerëz edhe pse kanë dëshirë të rikthehen Allahut, sikur kanë turp prej Allahu xhaleshanuhu, duke thënë, unë gjithë këta vite nuk i kam kërkuar Allahut asgjë, dhe tash më vije zor, dhe tash më vije keq, më vije mbare, më vije turp që unë t'i drejtohem Allahu xhaleshanuhu. Prandaj Allahu thot, më kërkoni mua, më lutni mua, bile edhe në qoftë se është një kërkesë vetme. Allahu nuk na quan neve si mëkatar, nuk na quan neve si besimtar, nuk na quan neve me ndonjë titull të posaçëm, por na quan ibad, na quan robërit e tij. Pra, te Allahu xhaleshanuhu të gjithë njerëzit janë të barabartë. Allahu xhaleshanuhu është krijuesi i secilit prej nesh. Dhe Allahu xhaleshanuhu na e don të gjithëve të mirën. A thua vallë një prind, një çift bashkëshortor, ka mundësi të bën dallime mes fëmijëve, duke e ditur se ata janë pjella e tyre, ata janë trashëgimtarët e tyre. Gjithsesi që fëmijët për prindëri janë të gjithë të barabartë. E ku ngeli për Allahun xhaleshanuhu, që është krijuesi ynë, është furnizuesi ynë, është mirëmbajtësi ynë dhe i gjitha krijesave. Allahu xhaleshanuhu e zbret këtë ajet kuranor. Por pavarësisht se ata e pyetën Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhaleshanuhu kur e dha përgjigjen, nuk tha, kur të pyesin ti për mua, thua ju atyre. Allahu xhaleshanuhu nuk dëshironte që përgjigjen të na e jep përmes Muhammedit alayhi salatu wasalam, por e jep përgjigjen duke na u drejtuar secilit prej nesh, që e kemi humbur shpresën prej mëshirës së madhe të Allahu xhaleshanuhu, dhe ai thot, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dhe kur të pyesin, kur të kërkojnë njerëzit, robërit e mi për mua, unë jam afër. Nuk thua atyre unë jam afër, po na drejtohet të gjithëve ne në formë të drejtë për drejtë dhe na thot, nëse pyetni për mua, unë jam afër, unë jam këtu, unë jam shumë afër jush, dhe u përgjigjem juve. Allahu thot, inni qarib, dhe fjala qarib do të thotë diçka shumë afër. Dhe kjo është një metodë psikologjike, sepse njeriu shpesh herë kur ka një person afër, e ndryshon sjelljen e tij. Nëse është në prezencë të shumë njerëzve, e ndryshon gati tërë sjelljen e tij. Dhe për këtë të gjithë jemi dëshmitarë se shpesh herë edhe ne kemi mundësi ta bëjmë gabimin e njëjtë, edhe ne besimtarët, ndryshe falemi në shtëpi dhe ndryshe falemi në xhami. Me tjetër devotshmëri falemi në shtëpi dhe me tjetër devotshmëri shumë më të madhe dhe me koncentrim, me falje më të rahatshme, më të qetë falemi në xhami. Dhe kjo është për arsye se ne në prezencën tonë janë edhe të tjerët. Allahu xhaleshanuhu sikur dëshiron të na thotë që nëse ju e ndryshoni sjelljen tuaj dhe bëhen mirë kur jeni në prezencë të njerëzve, mos harroni se është Allahu më afër se të gjithë tjerët tek ju. Dhe ju duhet ta ndryshoni sjelljen për pozitiv, për të mirë, vetëm se për arsye se në afërsitë juaj është Allahu xhaleshanuhu, ai ju ndihjon, ai din gjithçka për ju dhe i din bile edhe mendimet e juaja. Allahu thot në Kur'anin famëlar, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. U përgjigjem me njëherë
u përgjigjem atyre me njëherë, u përgjigjem lutjes së lutësit. Allahu Gjellëshanuhu, pavarësisht se ti je mëkatar, o vllau jem, pavarësisht se ti je mëkatare, motra jeme, Allahu Gjellëshanuhu nuk të drejtohet në formën që ti të ofendohesh. Lutjen e mëkatarit, lutjen e gjunahqarit, lutjen e munafikut, lutjen e atij që ka haruar rrugën time, por të drejtohet vetëm se me fjalën lutës. Pas gjithë kësaj shpresë që Allahu na jep ne, duke na thënë që të mos humbim shpresat prej derës së faljes së tij, derës së mëshirës së tij të madhe dhe të jashtëzakonshme. Allahu Gjellëshanuhu thot, let më përgjigjen mua dhe të më besojnë mua, që të jenë njerëz të mirë. Për dallim nga surja Fatiha, që fillimisht Allahu Gjellëshanuhu na mëson duke na thënë Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, vetëm ti të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, o i madhi Zot. Allahu Gjellëshanuhu për herë të parë në Kur'anin famëlart, në fillim na përmendën ne robërit dhe pastaj e përmendën madhërinë e tij. Në fillim na jep përparësi neve dhe pastaj e vendon veten e tij, duke na thënë felyastajibu li wal yu'minu bi. Le të më përgjigjen mua dhe le të më besojnë mua. Për çfarë? Për çfarë qëllimi? Cili është qëllimi i gjithë kësaj? Lere që Allahu Gjellëshanuhu na i pranon të gjitha lutjet dhe kërkesat. Por Allahu edhe pasi na i pranon kërkesat, lutjet, nevojat tona, Allahu na jep një shpërblim të dytë, që është shpërblim i përhershëm, dhe ajo është që të jenë njerëz të mirë, që të jeni njerëz të mirë, që të fitoni mirësinë në shpirtin tuaj, që të fitoni qetësinë në shpirtin tuaj, që ju të dalloheni prej njerëzve të tjerë me sjellje të mirë, me edukat të mirë. Të nderuar vëllezër dhe motra, bota perëndimore, njerëzimi, modernizimi i shoqërisë sot ka mungesën e qetësisë shpirtërore, puna, angazhimi i tepër, lodhja nga përditshmëria kanë arritur që njeriu të ketë strese, vështirësi, sëmundje të ndryshme psikologjike. Allahu Gjellëshanuhu dëshiron që neve të na rikthen në rrugën e vërtet, të na rikthen në rrugën e besimit në tauhid, në njëshmërinë e Allahu Gjellëshanuhu, duke na thënë, më kërkoni mua, kërkoni ndihmë prej meje dhe prej askujt tjetër, sepse unë dëshiroj, sepse unë kënaqem kur ju më kërkoni mua dhe unë me njëherë u aplotsoj kërkesat e juaja, dëshirat e juaja, lutjet e juaja, për arsye se unë jam shumë afër jush. Mjafton niyetin ta keni, qëllimin ta keni të pastër që të më kërkoni mua, unë me njëherë u aplotsoj dëshirat. Dhe mbi të gjitha, pasi u aplotsoj dëshirat dhe kërkesat dhe lutjet, atëherë si shpërblim të ditë u jap qetësinë shpirtërore. E lut Allahun Gjellëshanuhu që të na bëjë prej atyre besimtarëve dhe besimtareve që të kemi qetësi dhe rahati në shpirtin ton. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.